Kongresi i 9 i kirurgjisë dhe traumës bëri bashkë në një tryezë mjek dhe kirurg që trajtojnë urgjenca dhe raste traumatike në vend. Rritja e ngarkesës së shërbimeve të traumës ishte një nga pikat kryesore ku u fokusua edhe diskutimi. Agron Dogjani, kryetari i Shoqatës Shqiptare të Traumës dhe Kirurgjisë së Emergjencës, u shpreh se gjatë këtij viti është shtuar edhe një kategori e veçantë e aksidenteve të shkaktuara nga të rinjt me skuter, një fenomen që po bëhet gjithnjë e më shqetësues në qytetet e mëdha. Në Shqipëri ngelet trendi i dëmtimeve traumatike, në vend parë akoma ngelet dëmtimet me mjetet lëvizshme ose traumat autonomistike, të cilët zënë vend parë. Po ajo që vlen theksohet, që është ndryshe nga vitet tjera, është gjeografia apo grafiku i moshës. Nëse kemi deri në moshën 45 vjeç kulmin e dëmtimeve traumatike, tashmë po krijohet një kulm tjetër, është moshat e treta. Ndoshta bën më evidente për shkak të strukturës popullatës tani. Tani kemi goxha dëmtime muskuloskletike të moshës tretë. Po për shkak se një pjesë e madhe e popullatës tashmë ka emigruar dhe ka mbetur mosha e tretë, është një problem i madh pasi aktualisht në Shqipëri kjo moshë predominon në aktivitetin fizik. Sipas Dogjanit, edhe numri i pacientëve të moshës së tretë ka qenë në rritje, kryesisht nga rrëzimet dhe komplikacionet e sëmundjeve kronike. Preshër trauma lokomotore, trauma neurotrauma dhe si mekanizëm dëmtimi janë traumat me mjetet lëvizshme, duke përfshirë këtu element mjaft shqetësues është edhe këto që janë monopatet. Nuk kemi roje që nuk kemi shërbim psikiatror, nuk kemi pacient me dëmtime të tilla, nga përdorimi i monopatinave. Është një rinjësi, nëse përpara për shembull nuk kishte si element. Tash ka marrë grafikun e mekanizmit të dëmtimit, ka një kolon veçantë, dëmtime monopatina, dhe kjo shoqërohet edhe me moshën e re. Të pranishëm në kongres ishin 65 mjek, profesor dhe studiues ndërkombëtar, si dhe 150 ekspert nga Shqipëria, si kirurg, trauma kirurg, të cilët prezantuan punimet e tyre shkencore.